Mirëmbrëma, piramida e Zez. A e dini se thuhet që është zbuluar një piramide quajtur piramida e Zez e Alaskës? Tani po ja u tregoj. Kemi folur në emisionin Enigma për piramidën e Zez, por ato çka kemi zbuluar tani sepse ka të reja, duhet që me se s'bën t'i diskutojmë dhe dëgjojeni me kujdes. Si gjithmonë, kush është rastësisht nëse nuk e ka bërë, bëjini like faqes dhe videos që të shihni sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Tregohet që në vitin 2012 është zbuluar një piramidë, quajtur piramida e Zez, por ka një problem, sepse nga momenti si shkruhet në për tekstet antike, do t'ja u them me kujdes, dëgjojeni me kujdes sepse nuk ju kushton asgjë. Në për tekstet antike janë 3 popull që thonë kur të zbulohet piramida e Zez, bota do marr fund, pra njerëzimi do marr fund. Dhe tani dëgjojeni këtë. Sepse në emisionin Enigma, nëse mbani mend, kam thënë që kur të zbulohet piramida e Zez, atëre çdo gjë që njohim sot do të ndryshojë totalisht, sepse do të jetë zbulimi i fundit nga ajo çka njeriu ka zbuluar deri tani. Çdo gjë do të ndryshojë nga ai moment. Këtë kam thënë në emisionin Enigma dhe mund ta gjeni kur të doni, kur kam folur për piramidat. Dhe unë besoja që piramida e Zez gjendej në Trojet shqiptare. Nuk e di pse kam këtë bindje, por vazhdoj ende që ta kem këtë bindje, megjithatë dëgjojeni me kujdes këtë që do t'ju them tani. Pra në vitin 2012, teksa një satelit zbuloi diçka të çuditshme, një lëvizje të çuditshme pranë një ishulli, ishulli Rat, që janë ishujt Rat pranë Alaskës, bile më në thellësi, shkuan dhe kërkuan. Mirëpo studiuesit i erdhën federalët dhe i hoqën me njerë. Pra i zhdukën me njerë, i larguan dhe nuk duhet të dinte askush asgjë. Dhe nuk u kuptuaj që pse i larguan. Thash, këto janë teori konspirative dhe unë duhet të flas si teori konspirative sot. Dhe kur shkuan federalët, i larguan që të gjithë, studiues çfarë ishin dhe vendasit që ishin aty, i larguan. Vendas, nuk ka vendas, janë shumë largë, sepse janë mira kilometra largë, pra nuk janë, sepse bëhet fjalë për në ishuj, pra në det, jo në brenda ishullit. Dhe mendohet që ka ndodhur një problem, tani po ja u them. Sipas gjasave, në vitin 2012, pra eksaktësisht në 6 dhjetor të vitit 2012, ka ndodhur një katastrofë, si mund të quhet, që disa pretendojnë që ka qenë një test nuklear. Test nuklear i bërë nga Amerika, ku dihet që në atë kohë kishte dalë me kohë urdhri që nuk duhet kishte më teste nukleare. Mirëpo, ky test bërthamor që u bë jo me efektin e shkak pasojës, ajo që shtyn njëra tjetrën, me fjalë, por vetëm me një test të vetëm, pra një shpërthim i vetëm. Dhe nga ky shpërthim që është bërë në periferi të Amerikës, pra nëpër ujëra e përsëris në Oqeanin Atlantik, me sa kuptova, paqësor, më falni, me sa kuptova, kjo lëkundje e madhe ka bërë që jo vetëm ishujt të tunden fort, ishujt para që ju thash më para Rat, por edhe të dali një pjesë e një piramide quajtur piramida e Zez e Alaskës, një pjesë e madhe, doli sipër, pra vetëm maja, dhe tregohet që nëse do të dilte, meqense të gjithë thonë nëse do të dalë kjo piramidë, do të ndodhi, nuk e di çfarë do të ndodhi, dhe mendohet që nga momenti që doli piramida, u dyndën ushtarët amerikanë, federalët, dhe thuhet që e kanë shpërthyer edhe një herë vendin për ta shkatëruar atë piramidë. Disa thonë që e kanë futur sërish në ujë, sepse ajo kishte dalë mbi ujë. Por do t'i them dhe diçka tjetër. Ju thash që për këtë histori ka folur fillimisht Linda Hov. Dhe pas saj nuk u dëgjua më, ndaj unë nuk kisha folur më për këtë. Por dëgjoni se çfarë ka zbuluar tani kohët e fundit. Është zbuluar që edhe sateliti rus kishte zbuluar pikërisht atëherë, pra në 23 nëntor të vitit 2012, kishte zbuluar një pikë të Zez pikërisht aty. Pra sipas gjasave, nga kontrollet, nga kërkimet që ata kanë bërë, duket sikur të jetë vërtet një maj piramide. Pra në vendin ku tregoje që është bërë ky test. Dhe këto dëshmi kanë dalë tani, nuk dolën atëherë, por kanë dalë në vitin 2024, të një të shërbimeve sekrete, nuk e kuptova, të shërbime sekrete ruse, i cili ka thënë, me fjalë, ai nuk ka dalë me fytyrë, e gjeni këtë,
i cili ka thënë që është zbuluar që me të vërtet kishte diçka në këtë vend. Dhe këto janë dy, por tjetra që është akoma më rëndësishme, tregohet që në vitin 1992, më 22 maj, kinezët kanë bërë disa teste, të njëjtën gjë kanë bërë dhe ata, por nga ana e tyre, gjithmonë në ujëra. Dhe nga testet që kanë bërë, kanë dalë 2 piramida. Pra, në momentin që ata kanë bërë teste me shpërthime, po flasim, dollën 2 piramida, sepse duhet të dini që ujërat, ne jemi, po thuaj, gjithë planeti është i mbuluar me 70% ujë, 75% ujë. Dhe pjesa tjetër është tokë. Mirë po, nga lëkundjet e mëdha, ujërat s'postohen, ose mund të lëviz edhe toka nën to, sepse tregohet që toka lundron mbi ujë. Dhe mundet që të lëviz edhe toka në disa vende, me fjalë të spostohet pak, nuk po flasim tani spostohet shumë, por që t'jetë tani, jo. Dhe për çudi, tregohet edhe nga dokumentat e shtetit kinez, tregohet që në vitin 1992 janë shfaqur 2 piramida. Në fakt, një nga këto piramida, si thuhet për shembull dhe ato që kanë zbuluar kohët e fundit nga majat, sepse nuk e dini apo jo, por kanë zbuluar të tjera piramida në Kinë kohët e fundit, dhe në për kodra, që duken si kodra, por në vërtet janë piramida. Dhe sipas kinezëve, nuk ka vetëm 2 piramide që ata kanë parë, me fjalë që ata kanë zbuluar, por sipas tyre, në gjithë planetin gjenden mbi 3000 piramida. Pra, kjo është deklarata e fortë që bëjnë kinezët. E përsërisë njerë, gjitha këto janë teori konspirative dhe unë dua ta trajtoj si teori konspirative, po le ta diskutojmë. Dhe po thoshja që në testin e parë, pra testin që ka bërë Amerika, i quajtur Polus, ky që flisë dhe kjo Linda Hove, tregohet që nga ky test i krijuar doli piramida. Dhe këta, pra federalët, shkuan dhe shpërthyen vendin për ta fundosur edhe njerë. Dhe pyetja është, pse e fundosën? Dhe nga ana tjetër, kur u zbuluan piramidat kineze, pse nuk i lanë? Pra ato që gjendeshin në det, do t'ju them se çfarë mendohet. Disa mendojnë që piramidat që janë të fshehura në ujëra nuk i përkasin të njëjtave piramida që ne kemi parë deri tani. Pra nuk janë të njëjtës formë, por janë ndryshe. Janë me një formë mermeri, sikur të jenë me kallëp, pra të jenë të formuara me kallëp, por janë gjigande. Të paktën kështu thuhet. Dhe për t'i shkatëruar ato nuk është e pamundur. Vetëm duhet t'i fundosësh edhe një herë në ujëra. Të paktën këto thuhen teori konspirative, nuk diskutohet. Dhe e njëjta gjë mendohet për këtë testin nuklear Polus që kishin bërë Amerikanët, dhe pikërisht aty, pra në atë vend, quhet Trekëndshi i Alaskës, nëse keni dëgjuar. Në fakt aty kisha dëgjuar që në vitin 1998, po thuaj për një vit rresht aty kanë humbur anije, njerëz e tjerë, me qindra. Ky është një lajm i vërtet. Në fakt ky nuk është një teori konspirative. Dhe disa mendojnë që ishin këto moti i keq dhe mund të ketë krijuar probleme në një periudhë kohe. Ne nuk e dim nëse është moti i keq ose nëse janë të vërteta këto që thuhen të ishujve rat të oqeanit paqësor. Megjithatë, ç'është e vërteta, ajo që thoshte Linda Hove përputhet me deklaratën që kanë bërë kinezët dhe me deklaratën që ka bërë ky zotëria i Shërbimeve Sekrete Ruse. Dhe pyetja ime është, çfarë fshihet në tokë që nuk na i thon? Ose pyetja tjetër, po sikur këta të jenë të gjithë bashkë, të jenë një grup i vetëm, vetëm kanë ndarë disa pjesë, kjo është toka jote, kjo është toka ime, këta janë pulat e tua dhe këto janë pulat e tua dhe mbaroj me kaq. Po sikur të jetë kështu. Dhe tallen me ne. Sepse duket vërtet e çuditshme, ka disa gjëra që nuk thuhen ndonjëherë dhe është e vështirë që të kuptosh të vërtetën me të vërtetë. Disa të vërteta nuk thuhen. Mbahen sekrete, qoftë për sekrete ushtarake, qoftë për sekrete shtetërore apo ku ta di unë. Tani e kuptuam këtë që secili bën punën e vet, por drejtë e mori, të gjithë jetojmë në këtë planet, secili ka të drejtë me fjalë që të jetojë në planet ashtu siç duhet. Tani mbahemi nën kontroll 24 orë, bëjmë çfarë duan 24 orë, na vjelin 24 orë, tani të paktën mos të marrin vesh dhe këto,
sikur ke ardhur në këtë botë thjesht për të qenë një kalimtar dhe kaq, ose shërbëtor i dikujt. Megjithatë, pres komentet tuaja çfarë mendimi keni për piramidën e Zez, sepse ky argument i piramidës së Zez më ka lënë megjithmonë pa fjalë, pra të rejat që janë zbuluar kohët e fundit, ndaj doja ta diskutoj me ju, kështu që pres komentet tuaja. Çfarë mendimi keni? Kërkoni dhe ju, sepse ka disa informacione që duket sikur janë të sakta për sa i përket piramidës së Zez së Alaskës. Natën e mirë.